salatet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi punën e pejgamberit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi thtarët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin dhe trashojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit dhe Ringjalljes. Të nderuar pranishëm, nderuar kolegë, teologë, hoxhallar që jeni këtu, dhe të nderuar fundament i Islamit, armatore i Islamit, pioner të Islamit, kam nderin që juve të falenderojmë nga zemra në emrin tim dhe në emrin e Këshillit Xhami për pjesëmarrjen tuaj dhe lutem Allahun xhalla xhalalu të gjithëve të shpërblej me xhennet. E lutem Allahun xhalla xhalalu që pjesëmarrja juve tjese pastrim i kabimeve tona dhe pastrim i kabimeve tuaja. Në këtë spektakli që e kam parapa unë, ashtu i kam thënë edhe tje, e përkrahi këtë mendim të mbrojtjen e sot. Ju jeni më të mirë për arsye se i meritoni lavdatat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nga se i dërguari Allahut, komandanti komandantëve, edukatori edukatorëve. Ai që çobonte dikur që i shndrojt komandant njerëzimit. Ai që rinin asaj kohe e shndrojt pohën bura shtetit. Ai që problemet sociale të asaj kote i zgjodh një zëri. Prandaj të nderuar, Arriti që me mençurinë që ia dhuroi Allahu xhalal, me edukatën që ia zgjodhi Allahu xhalal, këtë presin e ri, këtë fundamentin e Islamit ta frymëzojë si duhet. E dini se e frymëzoi, atë shpiri edukoi, sa që edhe ata që nuk ishin të rritur sa duhet, për të marrë pjesë në luftën, betejën, në ekspeditat ndryshme, rishin me majet e kishtave, ta konfirmojnë se janë bërë bura dhe janë kapët për luftë. Në majet e kishtave rishin. Kur alejhi selamit të tonë t'i ktheje mbrapsht, ato i thoshin jo Rasulullah, nuk e pranojnë të thejnë prapë. Pse? Edhe ne do me t'jemi pjesë asaj për ta mbrojtur Islamin. Arriti që komunikimi pa për pjesën një vetë. E dini çfarë bani? I frymëzoi, i edukoi mirë prindët, i edukoi edhe fëmijët. Baba me djalin mbrejtën shkallë. Të hekën shok, kush të marrë pjesë në luftë. Një babë që ruaj i çara, sakat. Me djalin e vetë hoxhën shok. Shorti i ra babës marrë pjesë në luftë, djalit ktheje mbrapsht. Djali i thot babës, o babë, ti ma nuk je për luftë. Lerë marendin mua se unë jam i ri. Tho biri babës, kështu tha, o biri babës, kjo shumë e shtrejnë që më të fali. Shumë e shtrejnë. E dini sa është e shtrejnë? Edukatori Muhammed ka thonë, ela sin'at Allahi ghalije, ela sin'at Allahi qëtë. Dhe gjoni me, atë që e dhuron Allah është e shtrejnë, dhe atë që e dhuron Allah është parajsa gjëndeti, zotin asim të kofë. O pili babës, gjithë shka të fali, gjithë shka të japë, ama gjëndeti së të fali. Kush i bani këto bura? Kush i edukoj këtë presë që të shëndosh? Këto që në grusht i vogël njëftish arritët që të shkirojnë vendet më të mëdhaja të botës, të portojë Islamin në vendet më të mëdhaja të botës, të pranojnë Islamin njëftit më e mirë të botës, vetëm mençuria e Kuranit dhe mençuria e edukatorit Muhammed alayhi wasallam. I nderuar xhamat, unë nuk të jem pjesë e këtij spektaklit madh. Unë vetëm të udhëhej këtë informacion. Unë pres misafir tjerë, prandaj e bona fjalë. Prandaj, edukatori Muhammed alayhi wasallam
shabab wa nusirtu bis shabab. I dua rinjista dhe Allahu mua më ka ndihmuar për arsye se i deshta rinjista. Në parimin profetik, në thonjën profetike, qëndron parimi se rini ku e kalove, jetën ku e harxove, pasuri ku e fitove dhe ku e harxove dhe me diturit tonë dhe çfarë bane. Jemi mleje të festojmë ditëlindjen e Makbukurit, të cilit i zbriti fjala më e bukur nëpërmjet engjullit Makbukur për Zotin që është Zoti i Krisisë. Andaj, inspirimi që i zbriti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi për qiellin, për të ndrru fenomenet destruktive të asaj shoqërie, Allahu xhalla xhelalu moshën 40 vjeçë kur u bë profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, filloi në zbritjen dhe inspirimin e Kuranit. Dëgjoni, çfarë pushteti duhet të jetë komunikues me qiellin? U habita kur e pa engjëllin Xhebrail, sepse akoma s'e pa me laçe engjëll asnjëherë. I afrohet engjëlli, ai rritë në shpellën Hira, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çfarë po të shpellën Hira? Nuk pajtoheshte me krimet që bën populli, me krimet e shoqërisë të asaj kohe. I varrosin vajzat e gjalla, biçosin luajnë me të madhe. Tjetër, prostitucioni shpillohej me të madhe. Nuk u pajtua ai me dukurinë destruktive të asaj kohe, prandaj vendosi që të vetmohet të pajtohet me rregullat që i punon populli. Në vetmia që në shpellën Hira i luteshte Allahu xhelal. O Zoti i Madh, udhëzohet popullin tim se ato nuk di. Vazhdimisht kërkesa ti e vetme, edhe kur kishte mundësi të duke popullin e vet, pikërisht Xhallar kur e përsun prej Taifit, kur e gjakosën për të jabon torturat s'kaqëm të mëdha, ju lutë Allahu xhelal o Zoti i Madh, udhëzohet popullin tim se ato nuk di. Në herën xhami kur hiri pejgamberi alayhi salam, i gjet njerëzit grupe. Ato që hirin xhami të marrën trashëgimin e profetit Muhammed alayhi salam, kur hirin xhami brenda, një popull, pra një pjesë e popullit, thonë subhanallah, një popull mëson se ju studentë islamë, një popull tjetër falesh të namaz nafile, alayhi salam ju ulta ato që mësojnë, edhe i tha, ju lutë Allahu xhelal tha, o sot, mu konëm për atyre që mësojnë, unë i lutë të Zotit nga bëjë për atyre inshallah. Pa hundur kështu, me që këto pionerat e islamit këndej dhe këto veteranat, sarat e bukur që i kam këtu, e lusë Allahu xhelal, ne mëntuj dhe ne mëndohen për prezencën, për të arrit të spektaklit tonë, që ishtë problemin që ne. Edhe ju si që ma të rrit një gëtë, edhe ju është problem, kada duket se formacioni po grumbullohet, ne dhe të fillojmë spektaklit tonë, inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم الفاتحة. Një njeri vdes, shumë të tjerë qanë. Pse? Jo pse vdiq, po pse u ndanë. Vdekja nuk do të kishtë dimje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mu të jetë ajo që një kohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashur të tyre, thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, e as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për të qenë të bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi i hedhur në flakët e zjarit? A ka njeri më të vetmuar se Haxheria me Ismailin e vogël në mes shkretinës? A ka njeri më të vetmuar se Jusufi në fund të busit? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka njeri më të vetmuar se Jenusi në gojën e peshkut? A ka më thua? A ka njeri më të vetmuar se Merjemi e ka pluar nga dhimbjen në trumbun e thatë të urmës? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një hanë. Ajo hanë ndanë në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiellit. Ai është më i vetmuar se të gjithë zemrat në dynja, po kur vetmin nuk e ka ndjerë. S'ka as nën e as babë. Është rritur për përqafimin e tyre, por vetë është më i afërt se përqafimi. Ati kur ai s'ka dritë, se ai vetë është këndili ndriçues. Nuk lexon libra, se vetë ai është libri i gjallë i jetës. Nuk zbulon shqetësitë e jetës, se ai është vetë roja e shqetësisë. Ai që mësohet një herë me praninë e tij, në mungesën e tij fjalët vdesin në buzë, e dynjaja ngushtohet. Një trumë kurme një herë projetoi afërsinë e tij, dhe kur ai u largua, trungu qau. Po mos t'i afroj, përsëri dynjaja do në tonte në lot. Trungu qau, por jo edhe zemrat e vdekura në trupat e gjallë. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen, nuk ma vëndjen as për takimin. Zemrat e gjalla, ata e duan edhe pa e parë. Ai është udhëtari i qeverit që praktis vendimi e tij, sepse gjaku nuk guxon të pikoj aty ku boron uji i zemzemit. Ai është luftëtari që lufton kundër luftës. Ai është luftari i Isras që niset nga toka. Ai është luftari i Miraxhit që kthehet nga qielli. Duke përshëritur fjalët e tij, lutsi bëhet lutje. Fjalët e tij nuk janë nga kjo botë, por bota është krijuar për fjalët e tij. Në gjoksin e tij është shkruar fillimi dhe fundi, sepse
Ajo është udhëtar i pafundësisë. Ai mbyll syt por zemra e tij nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, futu në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e tij, aq më pak ta ndjesh vetmin. Sa më shumë të hish në thellësinë e shpellës së tij, aq më shumë do gjesh dritë. Kur zenda gjen dritën, e ndjen se errësira ka qenë ekzistencë e reme. E po, si do të ekziston të errësira, sigur të mos ishte drita. Dhe si do ta gjenim dritën, pa mos ishte errësira. Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexo. Çfarë të lexosh? Lexoje vete. Lexoje mishin, gjakun, frimarjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk janë ndron shihen e ujit të detit. Atëherë e kupton